ju ka rastisur që në qiell të hapur të ndodhë në një incident që nuk e keni dashur ndodhë? Me mikun tim, me studentin tim, me kolegun tim, me Agimin, kem pat një rast të cilin do ta flas Agimi. Ndërsa kam pat raste plot, ose më saktë, çdo fluturim është një sfidë, është jetë apo vdekje. Çdo fluturim. Sa motora ka? Miku 19 ka 2 motora. Të ka qellu të fikën në njëri? Mua jo. Por kam pat një rast në një avion 2 vëndësh MiG-15, ku një pilot shumë i mirë, më i ri nga mua, e mësoja natën për të fluturuar vetëm në MiG-19. Ndoshta një gabim teknik, ndoshta një defekt teknik, bëri që gjatë fluturimeve, se avioni ishte në lartësinë 350-400 metra, iku kabina e parë. Kabina e parë quhej fanar, dhe duke ikur fanari, kabinës parë, gjithë rrymat bjen mbrapa. Unë e kapa me njëherë dhe u troqa, spostova për para, kuptohet ndërpritet radionërlidhja, ndërpritet gjithë shka, nuk e më komunikim se rrymat e ajrit i shkëpusin ato laringofone, shlemafone, dhita këto, dhe ullëm në aerodrom, kuptohet me fanar të hapur. Kuptohet ato syte, shkyërja i gjakra kasat duash, po janë gjera parënësi. është një rast tepër i veçantë. Po si ka mundësi që t'iki kabinës? Po thashe herë, ndosha një defekt teknik, ose ndosha një pakujdesi në mbylljen e tia. Nuk mbyllen në mënyrë automatike? Nuk ka pas sensor që shiko se ketë mbyllur, besoj. Jo, nuk ka pat, s'ka pat mekanike. Ju bën shumë bledhje partia për këtë temë? Jo, asgjë, përkundër as i falënderime. Nuk është se... Jo, nuk u merresh. Në aviacion ishte një gjë tjetër, ishte solidariteti i jashtëzakonshëm, ishte dashuria për një tjetër. Në më nuk ishte si oficerët e tjerë, që mashin të reflektime, ha? Bile, është e për të qeshur. Unë nuk di akoma që është rështoria, nuk e di që është para masha mbrapa ktheu çfarë janë. A s'bën rështore, domethënë? Për arsye se... për arsye se pilotët Akademia kishe një program tepër të njeshur mësimor, tepër të njeshur. Profesional, bënim aerodinamikën, teorinë e fluturimit, qidje bombardim, metrologji, sanitet, topografi. Pra, lëndët ishën konstruksion avioni, ashoj meri pilot inxhinier meri. Pilot inxhinier. Edhe bëje konstruksion motori, konstruksion avioni, i bëje që të gjitha. Dhe ishte një program tepër i njeshur, nga ora 8 deri në 2, përfshirë dhe shtunën, dhe 5 deri në 8 studim. Ishte një program tepër i njeshur.